2 herë o konë një shpërtit, unë nuk e kum ditë, sot e ku marrë vesh. Se o konë edhe në shpi një shpërtit djali. Se o konë këtu një loj, e kam shef. Dhe nga kjo nuk mund të përjashtoj edhe ekzistencën e 2 mjeteve të ndryshme? Nuk mund të përjashtoj edhe ekzistencën e 2 mjeteve të ndryshme. Po. Por as nuk mund të përjashtoj që edhe plaga në As nuk mund të përjashtoj që plaga në regionin femoral plaga në regionin femoral është shkaktuar nga një mjet i ngjajshëm është shkaktuar si kjo tjetër. Plaga në shpinë ka qenë plagë shpuese me madhësi 0.5 herë 0.5 cm, 0.5 herë 0.5 cm dhe thellësi 0.2 dhe thellësi cm. Është evidentuar edhe një plagë shpuese. shpuese. Po, Shpuese. në pjesën e sipërme të shpatullës së majtë të trupit në autopsi. Ku përveç dëmtimit në regionin femoral, të djast, është evidentuar edhe një plagë shpuese. Shpuese. Po, Shpuese. në pjesën e sipërme të shpatullës së majtë. Në pjesën e sipërme të shpatullës së majtë. Nga ekzaminimi i organeve të brendshme dhe vitale, nuk është gjetë asnjë shkaktar tjetër përveç gjakderdhjes dhe shokut hemoragjik. Plaga vdekjepryese ka qenë plaga në regionin e përparëm të kërdhokullës së djathtë, Në regionin e përparëm të kofshës ose kërdhokullës së djathtë, kofshës së djathtë, kërvokullës së djathtë, ose kërvokullës së djathtë. Kërvokullës. së djathtë, I që në bënë dhe kërvokullës dhe bënë dhe vendës të në bënë kërvokullës. Po, kërvokullës së djathtë. ndërsa plaga Presi. e përshkruar në pikën 2 te ekzaminimi i jashtëm, Tek ekzaminimi. ekzaminimi i jashtëm Ekzaminimi i jashtëm. ka qenë tërësisht e parrezikshme. Dëmtimi në pjesën e përparme të kofshës së djathtë është ndryshuar për shkak të intervenimit kirurgjik. Prandaj edhe nuk kemi mundur që të përshkruajmë karakteristikat e plagës, por kemi përshkruar vetëm pasojat e saj, në paragrafin dëshmimi trajtimin mjekësor, Dëshmimi trajtimin mjekësor. ku është evidentuar
prerja kirurgjike me gjatësi 18 cm, e qepur me 14 pen kirurgjik, pen kirurgjik, të cilën qepje e kam hap. Dhe është vrejt gjakosje e indeve të buta, gaza të vendosura e të mbushura me gjak, është bë diseksioni special i shtresave anatomike, për me pa cila strukturë, diseksioni special i shtresave anatomike, për të identifikuar sakt strukturën e cila është dëmtuar, dhe në këtë rast kemi evidentuar qepje në arterien femorale kryesore të djast, plaga në shpinë ka qenë plagë shpuese me madhësi 0.5 herë 0.5 cm, 0.5 cm, dhe thellësi 0.2 cm. 0.2 cm. Plaga nuk ka depërtuar asnjë strukturë përveç lëkurës dhe indit nënlëkuror. Do të thonë ka qenë plagë sipërfaqësore. Nuk ka depërtuar asnjë strukturë përveç lëkurës. Në asnjë strukturë. Po. Në asnjë strukturë. Përveç lëkurës dhe indit nënlëkuror. Përveç lëkurës dhe indit nënlëkuror. Që do të thotë? Dhe në këtë rast mjeti i shkaktimit dhe indit nënlëkuror. Presja. Dhe në këtë rast mjeti i shkaktimit me besueshmëri të lartë është objekt i fortë me maje. Nga përshkrimi që e kam bërë për plagën e dytë, që ka qenë në shpinë, dhe e cila nuk ka qenë ndryshuar për shkak të qepjes ose intervenimit kirurgjik. E para që mundet me mra në mend prej mjeteve, është ndonjë mjet i tipit të kaçavidës ose shrafcigeri që i themi ne. Kaçavidës ose shrafcigeri. Po, që është rrumbullakët, po që e ka një maje. Që është i rrumbullakët? Po që e ka maje, Po që ka maje. që mund të shpohet. Që ka maje. Dhe mund të shpohet. Po. Shpohet. Por plagën tek leprusën nuk e kam pa të pandryshuar, kështu që nuk Plagën tek leprusën nuk e kam pa të pandryshuar. të pandryshuar. Kështu që nga shkresat e kam pa që është përdorur mjeti i mprehtë, e kam pa që është përdorur
Mjeti impret. Mjeti. Impret. Dhe nga kjo nuk mund të përjashtoj edhe ekzistencën e dy mjeteve të ndryshme? Nuk mund të përjashtoj edhe ekzistencën e dy mjeteve të ndryshme. Po. Por as nuk mund të përjashtoj që edhe plaga në As nuk mund të përjashtoj që plaga në regionin femoral plaga në regionin femoral është shkaktuar nga një mjet i ngjajshëm është shkaktuar si kjo tjetër. Në rastin konkret nuk janë gjetë elemente të neglizhencës mjekësore, të cilat do të çonin në vdekjen e pacientit. Arsyeja pse ka ardhur tek vdekja është dinamika e cila është shkaktuar në organizmin e personit në fjalë, humbjes së gjakut, e që besoj ka qenë e konsiderueshme, sepse e konsiderueshme për shkak se edhe nëse ekipi mjekësor do të ishin pranë tij dhe të bëjnë intervenimin kirurgjik brenda minutash. Megjithatë, për llogaritet që diku deri në 15% e gjakut do të humbte në ato minuta. 15% e gjakut e vëllimit të përgjithshëm të gjakut do të humbej brenda 2-3 minutash. Do të humbej brenda 2-3 minutash. Nëse e shikojmë prap informatat preliminare, i ndjeri është gjetë në rrugë. Nga e gjithë kjo që thash, unë supozoj që në momentin fillestar supozoj që në momentin fillestar kur trupi është gjetë, ai tashmë ka pas të humbur prej 15 deri në 40% të vëllimit të tij të gjakut. Çdo veprim që personeli mjekësor ka ndërmarrë ka qenë një tentativë për të shpëtuar pacientin, por që fatkeqësisht ka rezultuar me vdekjen e tij për shkak se humbja e gjakut e ka iniciuar një cikël të
të ndryshimeve fiziologjike që ka pamundsuar rikthimin e funksionit të organeve vitale. 2 herë o konë një shpërtit, unë nuk e kum ditë, sot e ku marrë vesh. Se o konë edhe në shpi një shpërtit djalin. Se o konë këtu një loj, e ka më shef, nuk e ka në shenu atë, asë në polici, para juve sot e mësova ato. Se qka ka ndodhë me djalin, një që kur nuk kum ditë. Edhe qka ka ndohë shpia tine, pse e kanë mi, për shka. Unë besoj për gjukatës, sa ato jetë a marrin denimin e duhur, burg të përjetëshëm.